Rikthehemi në studio me analizën zgjedhore e cila është e fundit për këtë fushat 30 ditore. Analistët që i kemi pas në studio për 30 ditë rresht kanë analizuar të gjitha komunat, programet e kandidatëve për kryetar dhe sonte ishte Prishtina. Kishim mundësinë që t'i shohim 5 intervista me një minutarë të njëjtë kandidat për kryetar të Prishtinës, të cilët shpalosën programin e tyre në sektore të ndryshme dhe këtë do ta diskutoj me Sadik Zeqirin, mirë mbrëma, mirë se ke ardhur. Mirë mbrëma. Durajat Imerin, mirë mbrëma, Durajat, mirë se ke ardhur. Fatima Ajduari, mirë mbrëma, mirë se ke ardhur. Faleminderit fitore. Nuk po mundemi me fshek gëzimin që e kemi në këto momente dhe është e natyrshme që mendoa dhe me publikun në minutat e fundit, besa në minutën shtesë. Shqipëria shënoi gol kundër Serbisë 1-0. Kështu që është për momentin, mund të jetë 2 edhe 3. Urojmë shumë, ne s'po bëjmë një analizë për gjithçka që me analizu futbollin, vetëm po e shprehim lumturinë tonë. Duhet me falendëru Monajn, i cili e ka humbur një penallti në Tiranë, por e bën në me falendëru që ka humbur penalltin. E ka arsyetuar humbjen e penalltisë në Tiranë. I kthehemi garës për Prishtinën se koqa garë fort është edhe gara për Prishtinën, kjo sepse kandidatët të cilët janë aty të partive politike, se cili profil është me interes për publikun, është interesant, por edhe kam pas një fushat kogja intenzive. Sonte shikuam Bek Berishën, Besa Shahinin, Uran Ismailin edhe Harullah Qekun, nuk erdhi për Parim Rama në intervistën, në mundësin që ja japi RTK-ja përmendoa me publikun e televizionit publik fushatën e ti, por edhe programin e ti, gjithsesi, ne do t'i analizojmë këta që i patëm në studio. Po nisi me Fatimën kësaj radhe. Po, kandidatura interesant prej gjitha subjektive politike, përfshi edhe këto që sot i kishim mysafir në RTK, e konsideroj që ka qenë një ide goxha interesante kjo e RTK-s për t'u ofruar hapësirë, jo për t'u përballur në një debat ku po kemi të lashën, ndoshta ndonjëherë edhe për t'i kuptuar për shkak të ankesave kundra ankesave ndaj njëri tjetrit, po ku ata janë të lirë për të shpalosur vizionin e tyre për Prishtinën. Nuk i di pse ka vendosur për të mos ardhur disa, por megjithatë është zgjedhja e tyre. Uroj që kjo të përkthehet në të mirë në nesër, edhe pse konsideroj që qytetarët e Prishtinës e kanë të nevojshme me pa në televizionin publik gjithë secilin prej kandidatëve. Për të kësaj konsideroj që ata që kanë qenë të pranishëm e kemi për detyrë dhe për t'i analizuar programet e tyre, pa diskutim që kandidatura e konsideroj të qelluara, kandidatura të mira, vizionit të ndryshme, po parafërsisht të ngjashme, sepse në fund të ditës ata po garojnë për qytetin e njëjtë. Për problemet e njëjta? Për problemet e njëjta, por megjithatë vizionit pak a shumë dallojnë varësisht edhe prej subjekteve ideologjisë pastaj që ata përfaqësojnë. E konsideroj shumë të guximshme një kandidaturë që vjen prej PSD-s, zonës Besa Shahini, për të konkuruar për një qytet që tashmë gjithë kandidatët ju referuan si qyteti i kaosit e që ka nevojë të vazhdueshme për të zgjidhur shumë problematika këtu, por megjithatë ajo ka qëndruar mirë këtë përballje, ka qëndruar me vizionin e saj, me alternativat që ofron, e që nesër do ta kemi mundësinë të shohim se sa do të mbështetet prej qytetarëve. Gjithashtu, Bek Berisha, një kandidaturë edhe kjo goxha interesante, një kandidat që ka vendosur të bëj humor ose thumbime në lidhje me gjëra që ai konsideron që nuk kanë funksionuar në qytet, por që është pranuar goxha mirë prej të rinjve kryesisht. Ka shpalosur sonte disa prej pikave më të forta të programit të tij. Pastaj kemi Uran Ismailin që rikthehet në garë për Prishtinën pas një mandati ku ai e filloi pastaj për shkak të marrëveshjeve që kishin bashkëqeverisën me kryetarin aktual të Prishtinës për gjysmë mandati nëse nuk gabojmë. Edhe krejt në fund kandidatura e zotit Harullah Qeku që vije prej lëvizjes vetëvendosje për herën e parë, e i cili gjithashtu përmendi disa prej pikave të vizionit të tij për Prishtinën. Nëse i kthemi për temat veçanta, mendoj që ndoshta do i diskutojmë më vonë. Po, gjithsesi do ndalemi edhe në sektor të veçantë, realisht ndoshta më së shumti në ato problematikat cilat e kërkojnë një farë urgjence, edhe prej qytetarëve të Prishtinës, por fillimisht po më intereson edhe analiza e Durajetit për intervistat realizuara në RTK. Unë besoj që është një humbje e madhe për kandidatët që s'kan dalë. I vetmi kandidat që s'ka dalë është për Parim Rama, sepse ne kemi pasur edhe një seri
të kandidatëve të cilët janë kandidat të pavarur, të cilat janë transmituar sot në ora 17, janë transmituar edhe dje në ora 17, kanë qenë kandidat pavarur të Prishtinës, jo vetëm kandidat i pavarur, Merkur Beqiri ka qenë i alternativës dhe të tjerët të pavarur të cilët kanë shpalosur programin e tyre. Por, sonte na ka munguar vetëm për Parim Rama, i janë ofruar disa mundësi të xhirimit të intervistës, nuk e ka dashur këtë të hapësirë, gjithsesi është në të drejtën e tij të vi apo të mos vi. Dhe ka arsye të thënë sepse para 4 vitesh kishte një përkrahje të thëja shumë të gjerë. Në perspektivën time, Komuna e Prishtinës është aty ku ka qenë 4 vite përpara. Sepse e dëgjuat besoj me vëmendje disa kalkulime të kandidatëve dhe ata thonë që Komuna e Prishtinës ka një buxhet jo më pak se 600 milionë me donacione mund të mërrit deri 800 milionë euro për një mandat. Pra, ku janë ato para? Ku vrejet dora, do thëja, në mënyrë substanciale në kryeqytet në raport me gjithë ato kapacitete që ka. Ju e dëgjuat pastaj një kandidat tjetër tha që 25 milion euro i kanë shkuar suficit një komune që s'ka rritur t'i përmbushas do të funksionet bazike. Dhe kur i shohim këto dhe kur i shohim projektet me të cilat ka aplikuar dhe fituar për Parim Rama 4 vite përpara, të cilën e kemi përkrahur ndërta edhe unë. Vrej që nuk është as për së afërmi në raport me atë çfarë është thënë 4 vite përpara. Dje Kosova ka pas një ndeshje futbolli dhe ajo është luajtur në stadiumin e Prishtinës. Dua të lidhem pak edhe me emocionet e ndeshjes që na prodhoi sot. Prishtina meriton të ketë infrastrukturë tjetër sportive, rinore po ashtu. Janë gjë pallati të rinis, ka mbetur aty ku ka qenë. Nuk është bërë asgjë në atë drejtim. Pra janë gjëra të cilat janë monumentale për Prishtinën. Pra nuk kemi një projekt të madh me të cilën ai mund të krenohet. Pra nuk është bërë diçka që është e jashtëzakonshme, do të thoya, diçka që e matët, por përveç se asaj që e përmenda më herët në raport me atë se që ka mundsuar lehtësuar jetesën e njerëzve. Pastaj ka gjetë rrugë shteqe për të thënë që nuk është mbështetur nga niveli qendror. Pastaj në një moment të caktuar kur zoti Aliu dha dorëheqje nga ministri i infrastrukturës se ka pas bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Në një anë akuzon se s'ka bashkëpunuar me ministrin, po më me qeverinë e Kosovës dhe në anën tjetër kur larguan nga detyrat ato që kemi pas bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Kjo nuk është sa për të bërë se ta themi detyrën këto, po për të thënë se Prishtina vërtet meriton një qeveri që më dinamike, që jap përgjigje problematikave themelore të saj. Nuk është ideja më mirë të japë shumë premtime, 206 ose 7 sa janë dhënë në listuara nga raportet, nga analiza që ka bërë GAP, ndërka 56 ose 7 prej tyre s'kan filluar fare. Janë mbi 1/3 e premtimeve që s'ka filluar fare, ndoshta deri në 20% e premtimeve të dhëna që s'ka nis fare të zbatohen në Komunën e Prishtinës. Dhe kjo, në anën tjetër kur i di që ka pas një bashkëqeverisje me Partinë Demokratike, dhe sot me plot zë figurë Partia Demokratike kundërshton ose thotë që nuk është mirë çështja e sheshit, unë e di që drejtorinë e urbanizmit e ka pas Partia Demokratike, nëse nuk gabojm, ose ai që ka qenë përgjegjëse për 2 vite. Më pak se 2 vite. Po e kanë përkrahur projektin e njëjtë. Është Partia Demokratike ai që ka pas. Ka një arsye tim këtu te Ismaili, sepse kisha një intervistë, thotë që arsyeja pse mendon që duhet hapet George Bushi është për shkak të mos kompromisit në mes të... Edhe kostoja po në mes të kompromisur edhe qekut edhe Ramës për shkak se kanë mbetur lëndët në gjykatë dhe derisa lëndët janë në gjykatë edhe mund të vazhdojnë 4-5 vite, mendon si hapje për me i shliru qytetarët e Prishtinës. Kështu arsyeton pak. Në paketë sheshët e botës ka hapësira me kalu edhe automjetet. Konsideroj që ndihmat e shpejta, transportet publike të mëdha në rastin e autobusëve të mëdhenj, është e menduar që ata do të mund të kalonin, do të thoya, pa një problem të madh edhe për brenda hapësirës së sheshit. Por kjo është një çështje tepër teknike në raport me problemet e mëdha të cilat u listuan sot nga kandidatët. Për të mos e zgjatur, unë dua të them se Komuna e Prishtinës, përkatësisht kryeqyteti është larg qenurit një kryeqytet reprezentativ. I mungon një qendër historike e saj, i mungon një hapësirë vitale, do thoya në qendrën që është
pjesa në të cilën simbolizon kryeqytetin. Ka një mungesë të planifikimit të afatgjatë të qëndrueshëm të saj. Mësimit tërditore, edhe pse një projekt shumë i mirë nga profesori Shajihon, nuk është zhvilluar mjaftueshëm për shkak se nuk arritën ta ndjekin si duhet ata që e pasuan në departamentin e arsimit, dhe krejt kjo është një farë përpjekje më shumë dëshirore se sa një qeverisje reale që kemi pasur 4 vitet e fundit. Sadik, si mund t'i analizosh programet tuaj se në pika të njëjta, sepse ajo që u diskutua në mesin e krejt kandidatëve janë probleme që ne i jetojmë çdo ditë. Trafiku, mbeturinat, ndriçimi, qente ndacak, këto realisht janë disa për problemeve të Prishtinës. Format ishin të ndryshme, por thënë të drejtë nuk është se në asnjë mandat në 25 vitet pas luftës kanë arrit me u zgjidh çdo probleme bazike në Prishtinë. Po na fjalët, projektet, mendimet e kandidatëve kemi dëgjuar edhe në vitin 2021, në fakt atëherë kemi dëgjuar nga zoti Orani Smoli që ka humbur borën, dhe zoti Përparim Roma, si dhe nga kandidatë të tjerë, ndërsa tani po dëgjojmë prapë të njëjtat edhe nga zoti Përparim Roma, pa edhe nga zoti Orani Smoli, edhe nga zoti Rolla Qeku, Besa Shahini, edhe Bek Berisha. Të gjithë janë marrë pothuajse me George Bushin, sepse projekti i Përparim Romës dhe i komunës së Prishtinës është hapja George Bushit, mandej është bllokimi nga institucionet e drejtësisë për të projektit i cili sipas tyre nuk është i planifikuar mirë, dhe tani ka sheshi kryesor ose lidhja e qendrës së Prishtinës e bllokuar edhe për komsor, edhe për vetura, edhe ka punë biletash që kishin filluar me të madhe duke punuar çdo 2-3 ditët e fundit, kështu që problemi të gjithëve ka qenë sheshi George Bush. Problemi të gjithëve trafiku urban joni afër kompanisë. Kështu që unë kam çarkullaja më. Po punojnë sa ditë. Problemi i trafikut urban, problemi i qenëve ndacak, o shkon një projekt, nkon me pagesa, kush e merr një qenë, i merr 50 euro. Kështu që edhe ajo ka dështu. Edhe ajo ka dështu si projekt i zotit Përparim Roma, kështu që mendoj që seriozisht kush do që të fiton duhet të merret pak më seriozisht me çështjen e këtyre problemeve edhe me qytetorin e Prishtinës. Prishtina është qendra e Kosovës. Në Prishtinë, pothuajse të gjitha komunat edhe banorët e komunave gravitojnë në kryeqytet. Prandaj kryqëzimi duhet të jetë zgjidhja e problemeve të tyre, jo bllokimi i tyre. Sot s'ka parkingje. I herë funksionon parking Prishtina, dikur nuk funksionon parking Prishtina. Që do të thotë, edhe bëhet me pagesë, edhe mundesh me parku kerret ku dush, edhe s'ke parking kurkund. Kështu që situata është e jashtëzakonshme, prandaj kryetori ky që tani po shkon dhe ndoshta edhe mundet të fitoj, por duhet të kenë parasysh si zgjidhja e problemit për qytetarët e Prishtinës duhet të jetë në këto pika, edhe qenë ndacak, sepse fëmijët shkojnë në mëngjes shkollë ose në qenë, edhe parkingjet, edhe trotuarët, edhe parqet, edhe gjelbrimi, edhe ujë i pishëm, në çfarë është kompetencë e komunës, edhe të gjitha gjona tjera e jo me dhon projekte e premtime të mëdha të cilat nuk realizohen. Ne kemi marrë një premtim që do të lidhet Dragodoni me Pallatin e Rinisë. Ai tash është nis ose diçka është ju bën aty. Megjithatë që 4 vjet është bërë kurrë. Është mendu rruga në kalim te xhamia e Llopit. Nuk ka ndodhur. Tashni po arsituat kryetori aktual që ju kanë bllokuar projektin nga qeveria. Prandaj duhet të ketë një koordinim për projektet mëdha. Duhet të ketë koordinim edhe me qeverinë, edhe me komunën, sepse këto bashkërisht e zgjidhin problemin. Ti nuk mundesh me zgjidhje një problem, një projekt madh që ka vlerë mbi 10 milionë euro dhe nuk ke koordinim me qeverinë, sepse dështon. Dhe këtu duhet të heqin notë, duhet të ketë, pavarësisht kush do të fitojë gorën me datën 12, datën 13 që del fitues ose që shkon balotazh. Megjithatë bashkëpunimi me qeverinë, dhe s'duhet të jetë ignorante as qeveria, por as kryetori i komunës. Duhet të ketë bashkëpunim në zgjidhjen e problemeve, në problemet të cilat qytetari ballafaqohet çdo ditë. Ti s'ke trotuar të mirë në qytetin e Prishtinës. Mbarohet një rrugë, pas një muaj ditë prishet e rrugë sepse ka me rrjeti kanalizimit ose rrjeti ujësjellësit ose
termokusi ose komi keci, kështu që nuk ka koordinim as të institucioneve me komunët. Po, në Prishtinë kanë qeverisur të gjithë përveç PDK-s. PDK-ja në kuptimin e bashkëqeverisjes, po flasim për qeverisjet kryetarit. Në Prishtinë ka qeverisur LDK-ja me Isa Mustafën, me Ismet Beqirin, ka qeverisur vetëvendosja me Shpend Ahmetin për 2 mandate, njëri në gjysmë sepse ka kalu në PSD, ka qeverisur tash prap LDK-ja me për Parim Ramën, nuk ka qenë asnjëherë PDK-ja. Realisht, bazu në këto që u thanë këtu, edhe në debate që i kemi pa, edhe në fushatën intenzive që e ka pas se cili, a dallon diçka në zgjidhjen e problem, edhe kush është më i arsyeshëm në mënyrën se si mendon me i zgjidh problemet e Prishtinës, Fatime. Që t'jemi pak ma konkret, edhe të flasim, pavarësisht që Rama nuk ka qenë në RTK, t'jemi korrekt edhe me atë që ka premtuar dhe çfarë ka bërë në mandate. Kush është më i arsyeshëm në kuptimin që realisht është më i sinqert me qytetarin e Prishtinës, me që të votuesin që ka me dalë nesër? E konsideroj shumë pyetje me vend nisur për fakti që na e diskutuam më herët që këto probleme na shoqërojnë për 25 vjet. Është më se vërtet që me këto probleme jemi ballafaqur për kohë të gjatë. Edhe tashmë kemi të nevojshme imediate që vije dikush edhe të zgjidhë më anë këto probleme. Unë e konsideroj që është në interes të secilit qytetar që këto problemet na zgjidhen në mënyrën më të thjeshtë pa na komplikuar shumë me këto betejat jo ky jo ai, por e konsideroj goxha jo të pritshme kur kemi regres, sepse për hir të vërtetës, edhe zoti Mustafa, edhe në kohën e Shpend Ahmetit kemi qëndru pak më mirë sa i përket mbledhjes së mbeturinave, edhe menaxhimit me qenë të ndacak. Kaosi ka shpërthyer sidomos të mandatin e fundit, prandaj kemi të rëndësishme që secili kandidat që ka premtuar nëse nesër del fituesi të ofrojë zgjidhje sa më praktike dhe sa më të shpejtë, në mënyrë që të evitohen këto pritshmëritë e panevojshme për probleme bazike. Kur i dëgjon, gjithë secili prej tyre vjen që ka zgjidhjen e prekshme, reale. Por jam pak më shumë për këto probleme që kanë filluar kandidatët për kryetar komunash të ofrojnë programe pak më të prekshme, pak më të thjeshta, pak më të prekshme, se sa ato në vitin 2021, kur na kanë shfaqur vizuale. Absolutisht, rendere të bukura, nënkalime, projekte të mëdha, ndoshta multimilionëshe që ne i kemi lakmuar dhe kemi votuar ndoshta për shkak se kemi menduar që po e kalojmë këtë fazën e problemeve të vogla, u jepi skanalizimi, qenë ndacak dhe kemi pretenduar të shkojmë atje. Tashmë, kushdo që ofron, për shembull, këto problemet e përditshme, kartelat e lagje për menaxhimin e mbeturina, problemet me qenë të ndacak, infrastrukturën nënrrugore, largimin e kablove, zoti Urani Ismaili erdhë me këtë prioritetin e parë hapjen e rrugës George Bush, se megjithatë është parë që ndoshta s'është menduar mirë në fazën e parë, pa ndërtuar të unazën e mesme dhe unazën e jashtme, është jo logjike mbyllja një arterje kryesore në qytet që pastaj krijon tollovi në secilin në rrugë të Prishtinës, është më se nevojshme. Ulja i natëve, ofrimi i zgjidhjeve shumë të shpejta për qytetar, e pastaj ulja në tavolinë dhe diskutimi për projekte të mëdha, për çka munden me bë bashkarisht, çka munden me ofru në interes qytetarëve, por e rëndësishme është që të gjinden zgjidhje qoftë për këtë menaxhimin e qendrave ndacake dhe kaosin që është krijuar me ta. Po shihet tashmë që nuk ka dhënë efekt kjo praktika e adoptimit me 50 euro. Unë konsideroj që ndërtimi një të madhe, punësimi njerëzve aty është diçka shumë e thjeshtë që komuna mundet me realizu edhe ka buxhet me realizu. Njëjtën kohë kishte ofruar edhe zgjidhje për qytetarët që janë jashtë, ishin më të sigurt, po megjithatë kishte pas mundësi pastaj këtë propozimin që dha edhe zoti Bek Berisha që nëse qentë janë në një moshë më të shtyrë ose kanë të lashe shëndetësore, vendosja atyre në gjumë për një periudhë kohore, derisa të sanohet problemi që pastaj edhe në moshë të shtyrë, edhe me probleme shëndetësore të trajtohen edhe të ofrohet shërbimi dorë, sepse ne kemi organizata që mirën me mbrojtjen e kafshëve, edhe pastaj mund të kemi të lashe. Edhe në këtë tip. Absolutisht, domethënë mundet me zgjidhje. Pyetja ime radhës është se kur po e shoh ty gara për Prishtinën, edhe po flasim për çdo probleme, nuk është se
Po më vjen edhe mirë me tregu drejtën. Nuk po flasim për një komunë të vogël, po flasim për kryeqytetin e Prishtinës. Realisht, do rajet, a do duhej që këto probleme të sanohen, por të kishte edhe projekte të tipit që ju po i quani të renderave. A meriton kjo Prishtinë që të hyhet me projekte të mëdha, sepse duhet bëhet ky metropolli që e kërkojmë ne, duke u krahasuar ndoshta edhe me Tiranën, edhe me qytetet përreth. Unë e moj men kohën e shpendit, kur ai ka qenë, sipas tij, i bllokuar në ndërtimin e parkingut kryesor në qendër qytetit, dhe ai thoshte se qendra, përkatësisht atëherë pushteti i Partisë Demokratike, po pengon atë në lejen e ndërtimit ose kështu diçka. Dhe tash ky thot niveli qendror, sepse sukseset e komunës, përkatësisht qeverisë, sikur e afektojnë njëra tjetrën në rezultate. Fatkeqësisht kështu është prezantuar prej tyre. Pra pa një dakordim të thellë të nivelit qendror me nivelin lokal, dhe pa pasur në parasysh të Prishtinës si një, si një aset të cilën duhet trajtohet me kujdes të veçantë, në kuptimin e organizimit të saj të tërësishëm ose riorganizimit të saj të tërësishëm, përpjeket vetëm të kapaciteteve komunale për të bërë një ndryshim rrënësor është pothuajse e pamundur. Unë besoj që komuna e Prishtinës ka minimalisht 8 vite të humbura, me që edhe në mandatin e dytë të shpendit, në shumë aspekte, edhe sepse pastaj ndodhen ato përçarjet e brendshme politike në lëvizjen vetëvendosje, dalja e tij, dallimet e theksuara brenda, Fatimia mund të na tregojë më shumë ndoshta sepse ka njohur më mirë situatën atëherë, dhe por gjithsesi në perspektivën e jashtme vrim se nuk është bërë diçka të thellë përmbajtësore për kryeqytetin. Në 2021 kemi pas kështu projekte të cilat kanë qenë vizuale në kuptimin e pa një përllogaritje të mirë. Dhe njerëzit kanë votuar për shkak të tyre, sepse Prishtinën e duan vërtet njerëzit që jetojnë në të dhe kanë një jetë që lidhen me fëmijët, me trashëgiminë, me historinë, me kujtimet e qytetit. Dhe sigurisht se kur e kemi parë që Arbëria do të lidhet me qendrën, kur e kemi parë që do të funksionalizohet tërësisht Pallati i Rinisë dhe do të lidhet me Platon e Grandit, kur e kemi parë që prapa teatrit kombëtar dhe Kuvendit të Kosovës deri tek hyrja e radiotelevizionit Kosovës përkatësisht prapa komunës së Prishtinës, do të jetë një rrugë nëntoksore e mbuluar dhe mbi të do të ndërtohet një shesh i ri, kur këtu kanë qenë vizatime të cilat përkuhen edhe sot i mbaj mend se ta themi detajet e saj. Sepse vërtet kanë qenë ato të cilat e kanë paramenduar kryeqytetin tonë si vendin e të cilën ti i fton i takon, dhe kanë disa përvoja të thëja tepër interesante nëse më lejoni ti ndaj, sepse është edhe nota e fundit e analizës, kur vinë studentët nga jashtë që janë kryesisht studentë në mobilitet, ata më pyesin ku është pjesa e vjetër e qytetit. Këtu e ke, të RTP-ja hi pjesën e vjetër qytetit. Po nuk guxoj me qute pazari. Okej, mundesh këtë rrugën lartë, që po të rekomandoj. Nuk ka nevojë të... Fitore është çështja e imazhi, është çështja e perspektive. Apo kupton, shkon te Pallati i Rinisë dhe njëra është një parking aty dhe është tërësisht e djegur gjysma e Pallatit të Rinisë. Pjesa tjetër është vështirë me mbajtje. Pra kur i shet ti këtu, vërtet ndihesh tepër keq. E njerëzit të cilët jetojnë për ditë këtë punë, sa zonja dhe zotëri të nderuar ka sot në për ofër të tregut, jo vetëm këtu, por edhe në Europian, edhe pjesët e tjera të cilat nuk e kanë askushët me minimale të punës. Aty janë produkte ushqimore të cilat i konsumojnë qytetarët. Unë e dëgjova me shumë vëmendje shpjegimin që Beka i dha, mbulohen me do jorgana, me do qebe, tha për me ndal hijen e diellit, përkatësisht rrezet e diellit. Dhe kjo është gjendja e Prishtinës 25 vite pas luftës, a ndërkohë në vende të tjera, për shembull tregu i Tiranës është një atraksion jashtëzakonshëm, do thoya, edhe me ngjyrë dhe vizualizim. Dhe prandaj kur i bëjmë këto krahasime me një vend që nuk ki shumë larg, edhe me të cilën të identifikosh, e vren që vërtet Prishtina ka qenë dorë nga qeverisja më ti. Dhe prej kohësh, do të thoya, edhe askush këtu secila parti politike, edhe lëvizja vetëvendosje, edhe lidhja demokratike që kanë pas qeverisjen më të madhe. Edhe kjo blokada, siç ka thënë në një kohë Shpend Ahmeti prej PDK-s, tani thot Rama prej lëvizjes vetëvendosje, a duhet ta kishte një fund kuptimin edhe mos arsyetimit veprimeve më sa i përket relacionit pushtet qendror, pushtet lokal, sepse Prishtina është e të gjithëve realisht. Qysh ke mundësi me kërku vot, kur prap mundet me ekzistu, ose me u formu, ose me kriju qeveria e njëjtë, po, mandatarin e ka marrë sot. Timi kërku votat e qytetarë, sepse unë do ta zgjidhi problemet e Prishtinës, ku atë do të hasish prap në problemin e njëjtë, kur s'ke koordinim edhe bashkëpunim me qeverinë. Prandaj ç'është do me kërku vot për me zgjidh problemet qoftë që e thatë të tregut që kemi këto ofërë të kësë, ose në Olpion, ose të rrugë për Kosovë, ku
thu kam pengesa nga qeveria dhe s'kam buxhet ose nuk më lejohet me intervenu për shkak të tokave pronësisë OKP-s kur justifikohen me këtë vonesën për shkak të mos realizimit projekteve që e adresojnë tek bllokadat e ndryshme. Po për shembull kur është plotësuar, se më kujtohet saktësisht, kur është plotësuar dokumentacioni dhe ka shkuar në rregull, është marrë leje edhe sot e kemi parkingun aty ku është synuar të bëhet. Sot e kemi. Unë e maj me se sot, ato ka me 8 vite është folë për këtë punë. Po është folë, por megjithatë kërkohen dokumente detajuara se megjithatë hapësira aty ka qenë e kampusit universitar dhe nuk është shumë e lehtë për të marrë prona të tilla për të shndruar në parking. E vërtet, ama janë shku 8 vite. Megjithatë merret kohë, e konsideroj që është shumë e rëndësishme që qyteti të zhvillohet, secili kandidat ka të drejtë të ketë ambicie e vizion të qartë për qytetin, qoftë edhe në zhvillimin e infrastrukturës më moderne. Madje është në interes të secilit qytetar, po ne nuk mund të tejkalojmë në hapa, të ndërtojmë në kalime ose ndërtesa futuristike kur kemi të lashe bazike, si që është kjo me ujin e pijes, si që është kjo me kanalizimin. Ne e dim mirë filli që nëse kemi të lashe me shiun për 2-3 ditë, nëse kemi reshje, rruga bëp ka me u përmbyt, kemi me pas kanalizimin fekal komplet mi rrugë, pastaj rreziku pri pandemive, epidemive të ndryshme është aty. Gjithashtu kemi përmbytje në sheshin e vetëm të Prishtinës, në sheshin Nën Tereza, sheshin Skënderbeu, se ajo është një shesh që lidhet. Do me thënë, është një shesh, po megjithatë ka emërtime të ndryshme, po për gjatë gjithë Ibrahim Rugova, për një me po pës. Po konsiderohet kjo fillimisht si dalë i kuvendit, ajo hapësira e bukur. Të synohet edhe ajo të vendoset aty afër. Se kjo është i vushtrisë, se më duket dua me informu. Po jo, e vërtetë është se na kena sheshna të mjaftuar. Prishtinën si Prishtinë, pavarësisht partive politike kanë problem me ma... S'kem problem. Ibrahim Rugova është përballë kuvendit. Adenia Ashari, po ka lidhje sa është i gjatë i shkurt. 2 metra 3 metra. Sheshi është Skënderbeu është përballë qeverisë, se ato ndohen ndërtesa. Kalon te sheshi në Terezë në mes. Adenia Ashari te komuna vjetër. Ajo është ashtu, nuk e di që është ajo. Te ki mirë se është propozu vendosja një shtatore në mes të Ibrahim Rugovës edhe sheshit edhe shtatorës të Skënderbeu, në mes aty, por megjithatë është vendosur ende, se besoj që edhe ajo të ta merë sheshin. Kjo i vjen që ne kemi histori shumë, edhe kemi emra shumë, që është mirë. O kena pak sheshe, se histori kena shumë, po sheshe pak. Që përdojnë me bo sheshe dhe Gjosh Bushin, po thoni që është gabim, apo? Po thot PDK-ja. Për këto fol me PDK-s. Unë esem profesor si PDK-s. Unë e kemi pire. E ka fjallët që jetën më ofër, jo që jetën më ofër. Unë e mund me full me që jam banor. Që tash drejtona të regaj. Me që jam banor i Ulpionës dhe Levizi, ka shumë këm se me vetur. Me që ato sheshi Gjergj Bosh është shumë keq. Absolutisht. Unë shoh vizitor, shoh turista. Po duhet me një kahje që shëtisin me Cicerona dhe ata nolën me shiqu katedrale. Çka don me këshyra atë? Është të mëshme dhe mirë boqa ofër bibliotekës kombëtare. Mande, unë e mojnë men në vitin 2021, gjatë fushotës, kërëtori aktual bënd të fotografi dhe bënd të video para bibliotekës kombëtare. Aty nuk në ruas një plok. Aty me ecë kom të... Pas katedralës është që ta themi monumenti më i vizituar. Projekti i madhë që është bashkë me sheshin, bashkë me dhe këto jenë probleme që nuk bloka askush për t'i reguluar to, se kërkojnë shumë pak. Ajo tashme është bloku dhe kjo pun duhet zgjidhë dhe për që ata unë arsetoj kandidatin e PDK-s i cili thot unë të ta hopi sheshi. Po pse në dhënë të qeverisje kemë... Do shtë adhon jem kundër hopjes, po me gjitha ta, në qoftë se ko ndales nga gjykota, ti s'mundesh me prit gjykota 3 vjet, 4 vjet, dhe me me prish rruga. Edhe pse, jo, tash ajo mund më hop një pjesë, ti s'mundesh së të ty punu, që tash, ku ne po flasim televizion, ende bageretën ka punojnë. Edhe në këto orë të vona? Edhe në orë të vona, une, ka erdha këtoj poshtë. Kjo është lajmë se pas ka baletajë, sa shumë vende në orë të vona dhe natën për shkak blokadë. Ka baletajë. Ku ka baletajsh? Prishtinë. E tash do mos më ndrotim, para baletajshit. Kryet ajo pjesë. Para baletajshit. Ajo që më ka bërë përshtypje, se po e nisi me Besa Shahinin se ishte para në intervistë, ky banimi i përballueshëm që thënë të drejtën nuk është së është kap nga një prej partive politike si ti,
është temë diskutueshme Madje në nuk për e kanë tavolina. vjedhë as kandidatët. Po, është temë diskutueshme në për tavolina me miq, sepse është realiteti që ne jetojmë në Prishtinë, sidomos ku flasin për pavarësimin e fëmijëve në një moshë që ata ta kenë këtë mundësinë e banimit tyre të përballueshëm, kosto shumë e lartë. Edhe ka jep një farë zgjidhje interesante me involvimin e komunës, me 1000 njësi të banesave, të cilat do ta kishin këtë metrin katror 600 dhe 700 euro dhe do t'i bënin konkurencë sektorit privat për shkak se metri katror ka shku te 2.000 euro. Pra, kjo gjetja e Besës, Fatime, gjetja. Problemi ka qenë këtu, po ta këtë pjesë programit ndryshe për të tjerëve është kogja gjetja. Po konsideroj që e ka menduar mirë në mënyrë që ta ndihmoj sidomos këtë pjesën e qytetarëve që nuk kanë palushmëri po të veten edhe detyrohen që të marrin banesa ose shtëpi me qira, sepse edhe me qira janë çmimet edhe kostot të jashtëzakonshme, nuk e di apo merr në Prishtinë apo në Paris ose në Vjenë. E konsideroj që për kushtet që ofrojnë çmimet janë jashtëzakonisht të larta, por nuk e di sa është për ta mirëpritur ideja e rritjes së taksave së pronarët banesa të cilët kanë 2 ose më shumë banesa, sepse ne e dimë që diaspora jonë kryesisht ka investuar në të drejtim dhe pastaj nëse ne vendosim që të arrisim tatimin në mënyrë rapide me njëhershme, ka mundësi që t'i atakojmë edhe t'i së ngarkojmë se çka nëse nuk kemi treg për gjithë këto banesa që janë njësi banesore tashmë potencialisht të lira, nëse ato vendosen me u kthy në... Vetëm nuk janë gjitha diasporës, në të drejtën nëse 25-27% banesa për në Kosovë janë të pabanueshme. Po veç janë kryesisht, sepse ata nuk e kanë pa një sektor tjetër. Kosova ka 200.000 banesat papërdashme. Po veç kryesisht janë të blera prej fuqisë së parave të diasporës. Për arsye se ata e kanë pas të nevojshme me u lidh me diçka me vendin e tyre, nuk kanë pas mundësi me investu në diçka tjetër dhe kanë ble patundshmëri. Domethënë, edhe nëse do të edhe ndron mënyrën e investimit diasporës. Po ka mundësi që për neve kishme qenë edhe shumë më mirë nëse do na liroheshin çmimet. Por megjithatë, kjo ngritja e tatimit për një herë nuk e di sa do të mbështetet edhe sa i sjell të njëjtës votë. Jo secila zgjidhje që propozohet mundet me pas mbështetje ose me marr votë ose me tërheq votë. Ka edhe propozime që mund të bëhen që nuk janë shumë në interes ose shumë nuk mund të kalkulohet me votë. Nuk mund të kalkulohet për to me votë. E konsideroj që prandaj nuk është marrë dhe adaptu për kandidatëve tjerë, kandidatëve që realisht janë favorit për të ndoshta sepse i shbrejt shumë se nuk ka qenë as në parafushatën e tyre, as në mandatet e kaluara, edhe kjo është sforcuar shumë prej Besës. Në kuptimin që e ka pas kauzën kryesore të fushatës. Po e konsideroj që është edhe rreziku që mundet me i hu votë, se kryesisht njerëz që votë diasporës edhe ka edhe njerëz, për të vërtetës ka edhe njerëz brenda Kosovës që kanë njësi banesore pak më shumë që atakohen direkt. Sadik? Po kam frikë që Besa Shahini me këtë idenë e vetë, me projektin e vetë, për këto qëllimi për banesa, për banim, dhe t'i kushtoj në votë. Aja nuk ka kalkulu që të fitoj votë. Kështë e bërë edhe një peticion sa dekë në Prishtinë? Unë e posh që ajo ka vizitu edhe fshatra, ka po edhe shtëpi që në po banushme, e që sigurisht që kanë shtëpi në fshat probleme edhe në qytet banesa. Ajo ideja e saj mund të realizot për në një afat, sikur e ka edhe idenë dhe projekte dhe propozimet edhe Aerolaqeku, që do të për një Prishtinë 10 vjeçare. Kështu që idetë e saj mund të realizohen pas 10 vite, po jo tani. Prandaj unë kam frikë që ajo do të ndeshkohet me votën e qytetarëve, mërkimtarëve dhe atyre që kanë banesa më shumë se ne. Unë mendoj ajo ka shumë mirë dhe duhet të përkrahet, po megjithatë me atë ide të saj nuk mundet me thith votë që partia saj me arrit qëllimit ose më bo kryetare. Prandaj është një sfidë e jashtëzakonshme e partisë Socialdemokrate, edhe pse këta njihen që kanë ide për dallim për partive tjera, ide këtë tjera, unë e përgëzoj, po megjithatë kam frikë që do të ndeshkohet në zgjedhjet e 12 tetorit. Jo që do të ndeshkohet lista saj zgjedhore, por do të ndeshkohet ajo si person
që garan për kryetarët e Prishtinës. Zgjidhje tjetër që jep Besa, për ta përfunduar Besën dhe me kalu te Beka e pastaj te ky debati nxehti balotazhit masi ti kalojmë krejt kandidat, është edhe e arsimit. Flet me statistika për numrin e fëmijëve që marrin pjesë në edukimin parafillor që i bjen në qerdhe publike, edhe private thot shkojnë vetëm 10%. Për një kryeqytet është shumë pak në shku 10% fëmijëve në qerdhe. Idenë ka në banesat kolektive, ato vendet që janë të lira, t'i kthej në qerdhe publike, e tregon edhe kostën saksisht që i duket si zgjidhje e problemet. Mësimin gjithditor, si dikush që ka qenë ministri arsimit në Shqipëri, e shes si të pabarabartë në momentin dhe për momentin është i pabarabartë, thot, por e mendon që është përcilësi, po i duhen 10 shkolla, po. Edhe 10 anekse. Edhe 10 anekse, ashtu. Po, 10 shkolla dhe 10 anekse për me përfundu që të pjesën e... Me ndërtu 10 shkolla në Prishtinë duhen edhe 10 vite tashme. Me këtë dinamikë, me këtë punë që apo ndodhë. Hajde mos bëhemi pesimist. Për të ndërtuar 10 shkolla në Prishtinë duhet që një pjesë e madhe e fokusit të komunës të drejtohet vetëm çështjes së arsimit. Natyrisht për disa liderë të cilët vendosin që ta... Sa shkolla dhe qerdhe i kanë ndërtu Bulliqin për 2 jep? 8 qerdhe i kanë ndërtu për një mandat dhe disa shkolla. I kanë ndërtu qeveria. Jo, vetëm 1 ose 2 i kanë ndërtu qeveria. Ne kemi po raportet koordinimit qeveri komunë, kështu që... Një arsye me shumë e pas një partit njëjtë edhe në qendër edhe në nivelin lokal. Jo, nuk do duhet kalkuloj kështu durajet, besoj. Në bazë të kësaj, në bazë të kësaj, po mënoj. Kjo i bie që në gjitha komunat jetë pushteti i njëjtë, atëherë apo flasim për demokraci, apo... Jo detyrimisht, mjafton një kryetar këmbgulës që nuk ta lëshon derën edhe që imponohet për me shtyr për para projekte. Atë më të rrina bërë Besës, pra unë besoj që 10 shkollat të reja dhe 10 anekse duhet që të jetë një top prioritet për Besën, edhe përmendim me gjasë. E vërtet është se mësimi tërditor ka qenë, si ta themi, një përpjekje në fisnike, që nëse është e zhvilluar tërësisht, sepse fillimisht nëse bëhet mësimi tërditor vetëm në një pjesë dhe në pjesën tjetër jo, automatikisht krijon 2 paparazzi të mëdha ndaj fëmijëve dhe ndaj stafit që për kontratat e njëjta japin shërbime të ndryshme. Dikush pa këto shujta të nxehta në shkollë dhe dikush tjetër jo. Kjo është vërtet, po dikur duhet të ndodhet gradualisht sepse është e pamundur që për mënyrë që të bëhet. Pra unë e kuptoj drejt situatën dhe prandaj në mënyrë që të arrihet kjo duhet 10 shkolla të reja dhe e poshtë që kjo që automatikisht do të thotë një investim shumë i madh për të realizuar të njëjtën. Edhe te Partia Demokratike e Kosovës ishte u përmend pak, dhe Beka në anën tjetër e përmendi tha që është kundër kësaj, si ta themi si problematik, por në këtë aspekt tha që duhet të zhvillohet arsimi tjetër në kuptimin edhe të një formati tjetër, do thënë me siguri e kështu me radhë. Fokusi, do shta edhe një koment të shkurtër Po, shpejt, kalojnë të Beka edhe të tjere. Unë nuk e besoj që dëmtuat në vot Partia Social-Demokrate, sa i takon banesave, do thëja me kostot. Sepse unë nuk besoj që do të ketë shumë dalës në zgjedhje nga diaspora, madje do të jenë tepër pak në këto zgjedhje, dhe mund ta siguroni saktësisht numrin e tyre. Besën vetëm diçka mund ta penalizoj, partia e saj, e cila me gjasë nuk ka një shtrirje të mjaftueshme, sepse unë konsideroj që ka qenë një përpjekje serioze saj dhe një angazhim i fisnik për të çuar përpara disa ide vizione të cilat i ka pasur. Por që kanë fushat vetë. Do ta them edhe duhet të jemi e ka menduar minutazhin ndryshe që të jemi korrekt me publikun, po më thonë që duhet me përfunduar në 22:30 regjia edhe jemi shumë afër fundit, e shtrova kështu më ngadalë në kuptimin se mendova që do të kemi kohë të flasim për krejt. Po kalojmë te Beka, Urani edhe Hajrullah Qeku. Beka ka pas një fushat pak më ndryshe në kuptimin që i ka hedhë edhe këto kunjat për premtimet e të tjerëve se si është e mundur bën këto parkingjet, ka dëshiruar me tregu veturat brenda në qytet, se unë e konsideroj sikur Beka. Janë të pakët ata qytetarë që nisen prej fshatrave ose prej periferive për të kryer punë Prishtinë që
e pëlqen këto idenë që me lanë dikon automjetin, ata kur nisën për Prishtinë synojnë qendrën, për të kryer punë në qendër. Prandaj nuk është zgjidhje kjo unaza jashme, ndoshta është për kur të shkojnë në vikend në për shtëpitë e tyre, mund ta liroj qendrën, por megjithatë për gjatë javës ata synojnë qendrën. Kurdo që niset për Prishtinë, synon qendrën. Ka qenë kjo, aje ka thënë me humor, për megjithatë ashtu që ndron, ajo është e vërteta. E konsideroj që Beka, edhe Bekën e penalizon fakti që vjen për një parti jo shumë të madhe në Prishtinë, për ndryshe ka qenë atraktiv edhe ai si kandidat edhe propozimet që i ka ofruar, qoftë me këta oficerët e sigurisë në shkolla, sepse si po shihet tashmë në shkollat e Prishtinës. Edhe Urani nuk është. Po, situata është të keqe. Madje e kanë marrë shumica e kanë. Fushata e Hajrullaut. Po, e konsideroj gjën më të mirë vizionin deri në vitin 2035. Unë kam qenë një mandat pjesë e Komunës Prishtinës dhe konsideroj që nuk është e mjaftueshme të ofrosh zgjidhje për një mandat, sepse shumica e projekteve të mëdha nëse synon për t'i realizuar për qytetin janë projekte që edhe nëse ti ke potencial për t'i shtyr për para, janë kostot financiare ato që ta obligojnë që ta ndosh me lote. Do të thotë ti përfundosh pjesë, sepse nuk i kapacitet financiar. Nëse Zoti Rama tashmë po insiston që Bergji ka dashur të na ofroj diku 80 milion euro për ndërtimin e unazës jashme, pjesa tjetër për 360 milionëve është dashur sigurohet për qeverisë, edhe na e dim që nuk e kemi luksin që gjithë financat e shtetit t'i vendosim me një unazë, një prej atyre parave paguajnë paga, janë gjitha shërbimet tjera që futen aty, financimet që shkojnë për mbrojtje, do me thënë duhet të kehet vizion në terma afatgjat për 2 ose 3 mandate, për arsye se projektet e mëdha, ato që kërkon Prishtina për të transformuar, duhet njëhen projekte afatgjata. Afat shkurta duhet të jetë kanalizimi, ujë pijes, riparimi shkolla, ndërtimi anekseve me urgjencë, pastaj bashkëpunimi pavarësisht subjekteve politike i ngushtë me qeverinë, edhe nëse potencialisht të refuzosh nga qeveria 100 herë, 101 herë do të më atrokit derën, sepse ti e bën për interesin qytetar, sepse ti do të kthesh tek qytetari pas 4 vjetësh, edhe ai nuk pranon justifikime. Po, prandaj e Uranit, fushata thot që krejt çdo që i kom premtu, i kryj vetë pa qeverin, nuk kam projekte megalomane, po këto që janë të prekshme. Shi që në të gjithë po fokusohemi të ideja tine të hapja George Bushit, po me gjithë ato nuk është projekti kryesor i tine, sepse aje ka një projekt me që ka qenë në një kohë dhe Ministri i Shëndetësisë, se ka projekt spitalin e qytetit, që është një prej ideve më të mirë që o dosht moti të ketë Prishtina spital e jo të gjithë të trajtohen në QKUK, sikur a nga peje, sikur në Gjakoa, sikur i Prishtinë si në QKUK. Prandaj ka ide e Urani mu më ka pëlqy fushat atine, ka qenë një fushat e gjerë, ka qenë një fushat fshat, lagje, në qytet çdo kund, ka qitë ide, kërkon besimin qytetar, kërkon besimin që edhe njëherë, edhe PDK-ja të qeverisë me Prishtinën dhe të shë apo e realizojnë premtimet e tij. I kemi 4 minuta. Ai ka thënë që nuk do të, edhe në qoftë se s'ka ndihmë dhe bashkëpunim me qeverinë, me parat, me buxhetin e komunës, do të realizojë gjitha projektet. 4 minuta. Balotazh Prishtinë kush? Balotazh në Prishtinë është në mes të është në mes të Hajrullah Çekut nga lëvizjeve vendosje, që është i pari në bindjen time, dhe kryetari aktual. Më vije keq për Uranin, kam pritur që do të jetë pjesë e së paku e balotazhit, sepse kam besuar në atë çfarë ai angazhohet, por kjo angazhimi i tij epizodik, kryesisht me korrespondencë në 4 vjet dhe pa një opozitë të vazhdueshme, do të thoja nga ai, sikur e bën atë vetëm në kuadrin e disa përpjekjeve kështu të cilët qytetarët nuk e shohin për si angazhim. Gjithsesi kjo është besoj një humbje për Prishtinën, sepse do doja që të ishte profili i tij, por e shoh një garë mes të VV-s edhe LTK-s. Sadik? Unë për dallim prej kolegët edhe mikut tim të çmuar, për ato çka kom po në qytetin e Prishtinës gjatë këtyre 30 ditëve, unë shoh Urani Ismailin pjesë të balotazhit, ndërsa në mes Hajrullah Çeku dhe përparim Ramës, unë mendoj që do të jetë përparim Rama.
Përparim uran, Fatime? Realisht e shoh njëjtë si Durajeti mendoj që do të jetë vetëvendosje dhe LDK për shkak që LDK tashmë ka komunën edhe e dim shtrirjen e LDK-s në Prishtinë, gjithashtu njohim domethënë shtrirjen e vetëvendosjes edhe fuqinë politike që ka në Prishtinë. Konsideroj që kandidatët janë ata që janë, kanë performuar mirë, prandaj i shoh jo pse Urani s'ka performuar mirë, por PDK-ja në Prishtinë është penalizuar vazhdimisht dhe këtu e shoh handicapin e vetëm, por nesër mund edhe të befasohen. Nesër do ta shohim, realisht ne nuk do të jemi bashkë në mbrëmje, po do t'ju shtuaj në Viber, nëse ja keni qelluar apo jo, se si do të jetë rezultati do rajet. Unë s'kam mendim për këtë, nuk kam mendim në kuptimin që nuk mund të jap prognozën. Ju keni shumë mendim për se për publik? Nuk e kam publik. Edhe mirë se kam publik, se kjo është detyre se cilit gazetar. Faleminderit shumë do rajet. Ka qenë përvojë shumë e mirë. Faleminderit Sadik, faleminderit Fatime. Ne kemi kaluar shumë mirë në këtë analizë zgjedhore. Ju falenderoj shumë për kontributin që keni dhënë për secilën komunë, qoftë edhe më e vogla. E keni analizuar me profesionalizëm për me ndihmu qytetarëve që ata të bëjnë zgjedhjen e tyre, sepse në fund ditës ata janë që vendosin. Faleminderit shumë të nderuar shikues, tu po e përfundojmë këtë analizë zgjedhore. Në vazhdim do të jetë kronika zgjedhore e fundit edhe kjo në këtë 30 ditë të RTK-s. Nesër nis transmetimi i RTK-s prej orës 7 në mëngjes. Janë ekipet e para që do të jenë në gjithë Kosovën, duke u lidhur drejt për drejt me studion e RTK-s, ku do të ketë prezantues të ndryshëm deri në ora 24, atëherë kur do të përfundoj besoj dita, pas orës 20, pak a shumë do dihen edhe rezultatet. Faleminderit që na keni qëndruar në këto 30 ditë si shikues të rregullt të RTK-s. Mirupafshim.